Disa nga lojtarët e kombëtarës shqiptare të futbollit vazhdojnë të kalojnë orë të nxehta të merkatos së verës. Kësaj portieri Trit Berisha me sa duket do të jetë çikandita e njëjtë përfundimisht një lojtar i skuadrës së Lazios. Mediat suedeze dhe italiane bojnë me dije se Lazio ka mbyllur marrëveshjen me klubin Kalmar, i cili do të përfitojë 300.000 euro nga shitja e kartonit të Trit Berishës, një shumë e konsiderueshme, po të kemi parasysh se kontrata e portierit me skuadrën suedeze përfundon në fund të vitit. Trit Berisha mund të mbërrinjtë e ende në Rom për të firmosur një kontratë 4 vjeçare me Lazion, për të qenë kështu konkurrenti i marketit për portën e skuadrës italiane. Por sipas mediave të këtij vendi, Kievo, një tjetër skuadër e Serie A, ka pretendime për kartonin e Berishës, pasi pretendon se portieri kombëtarës shqiptare ka firmosur një kontratë deri në vitin 2014 me skuadrën veroneze, çka mohohet nga vetë gardiani 23 vjeçar. Në rastin më ekstrem, Kievo mund ta dërgojë këtë çështje deri në FIFA. Ndërkohë një tjetër portieri kombëtarës shqiptare, Samir Ujkani, vazhdon të jetë një rebus më vete. Pas ofertës së fundit të Sampdorias, ka reaguar klubi i Palermos, i sapo zbritur në Serie B. Duke qenë se portierët Sorrentino dhe Viviano mund të largohen nga klubi sicilian, drejtuesi i kësaj skuadre, Perinetti, ka pohuar se Ujkani nuk do të lëviz nga Palermo, pasi konsiderohet zgjidhja më e mirë për Portën, edhe pse marrëdhëniet e portierit kosovar me tifozërinë e kësaj skuadre nuk janë të mira. Ndërkohë Bogdani vazhdon të jetë i dyzuar për fatin e tij. Sulmuesi 36 vjeçar është një lojtar i lirë dhe skuadra e fundit që kërkon fort shërbimet e tij është Cosenza. Interesimi është i madh nga ana e skuadrës kalabreze, por problem mbetet fakti se Bogu nuk kërkon të luajë në kategorinë e tretë, thënë ndryshe në Lega Pro, por të paktën duhet të transferohet në Serie B.